بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله يستندرشم ندد vazhdojna me serialin të cilën kina filluar paraqitja e tatarëve deri në Ain el-Gjalut. Dhe historia është që përsëritet. Në ligjëratën e kaluam pam që tatarët kanë përgatitur dhe plan afat gjatë se si ta marrën Bagdadin, khalifetin e muslimanëve që e kanë pas. E cekëm se ata janë ndajt në aspektin material, ushtarak, në vëzhgim, çdo send, derisa kur u ka bë koha që ata derisa kur ka ardhur koha e tyne kur e kanë pa ata të arsyeshëm që në bo 5 vite ka pa Holako se tash është koha, periudha më e mirë për me rënue khalifatin e Abasinve, atëherë a i ka dhonë dritë të gjelbërt. Dhe mledh ushtar që asë njëherë nuk kanë pas tatartë ushtar, ashtu prej në kohën e Xhenkis Khanit. 200.000 ushtar i përgadit Holako vetëm për izolimin e Bagdadit, khalifatit të muslimanëve. 200.000. Jashtë atyre që e sigurojnë rrugën, jashtë atyre që e sigurojnë ushqimin, jashtë shërbimit, jashtë shpionazhës. Do të kjo vetëm për me izolimi i bëhe. Është e paramendojni 200.000 ushtar me izolu. Gjendja në përbërja ushtrisë të tatarëve të Holakës në atë zaman është shkon ajo baza kryesore e cila ka në Persi, në Azerbajxhan, afër Irakit. Por ka lyp njësoj ushtrinë e tatarëve të cilët e kanë qelë Rusin, ushtrinë e tatarëve të cilët e kanë qelë Evropën. Ka kërkuar prej mbretit Ermenis, që kontrata ju kujtohet që e pat bon, që t'i afrojnë ndihmë me ushtri. Ajo ka paraqit. Ka kërkuar prej mbretërisë Gjorgjis, edhe ato jenë paraqit me ushtar, plus kanë thirrë 1.000 shigjetar kinez, eksperta, të cilët kanë gjujt shigjeta drejt me zjarr, me flak. Do thotë zeni si 1.000 snajperista. Do thotë i kanë marrë këto jashtë atyre tradhtijen që e kanë bëu muslimanët, që janë bashkangjit ushtrisë të Holakës tatarëve. Dhe gjithë këto i ka pas gati që ato të nisën, do të thotë që Bagdadi është rrethu, është izolu ka këtant. Tash vetëm momenti kur do të pritet që ai të mirë. Do thotë kjo ishte gjendja e ushtrisë tatarëve. Do thotë se si e ka menaxhue që nesër edhe kur të paraqitet në publik të paraqitet shumë i fortë dhe guximtar. Por një problem e kanë pas tatarë gjatë rrugës. Mes khalifatit të muslimanëve edhe tatarëve u shkon një çfarë korridori. I thonë që gjuhën në ushtarake është korridor, duket. Apo një çfarë korridori të cilët kanë sundu ato Ismailit. Ismailit ju kujtohet. Ato të cilët janë musliman, janë shia Ismaili, të cilët e shohin Ebubekrin, Omerin, Othmanin, por ato janë kon shumë tegër në luftë. Edhe ato janë kon dreshni në luftë. Edhe kalajat e tyre i kanë pas përgatitme. Këto kanë dashur të bëjnë kanë dosh të bëjnë alat me tatarët, po tatarët si rahatu me këto.
Se kanë thonë prap kujt di ju kthehet mendja, e mujna me ra ngërshan, mes khalifatit të muslimanve edhe ismailive. Çka me bo se një marrë vesh, kanë luftue 1 vjet, derisa e kanë shpartallu Ismailit. Ismailit, do thotë normal, si janë musliman, po plus munafikat, sa herë kur ta shohin të fortin, tentojnë të shkojnë me të fortin. Çështu janë, në Ismailit kur kanë poshtë që ju ka forcu tatart, hajde po bojnë në alat kundër këtinve. Ama tatarët ju kanë besue. Se kanë thonë ka mundësi të kthejnë to munafik, eshe kthehet forca këton, pyet ti del taj qetri. Të na i forcot, pyet ti shkon taj qetri, çështu janë munafikat. Kur ta shohin ku ka forcë, çati janojnë. Çati shkojnë, Allah i na ruaj. Janë të rrezikshëm shumë. Do thotë ky vit, tër vitin janë marr vitin 655, do thotë janë marr, do thotë që për 1 vit që e kanë pastruar me Ismailit. Pastaj mlet holako kokat e ushtrisë, dhe thotë tash ka ardhur koha që më të fillojna të ecmi drejt Bagdadit. Por një frikë që e ka pas holako, ka thonë këto që ma ka thonë besën këto muslimant, si që cekëm komandanti i Mosulit, i Damaskit, i Halepit, i Anadolit, që ma ka thonë besën që i kanë qu ushtarë që ta ndihmojnë. Kjo në tu thot gjatë rrugës mos përna të raftojnë. Që ka bo, ka vu shpijuna, holako që ti përcjellin, mos ka në i lëvizën brenda të ushtrisë. A kuptova? E në shpijune, në prap kurs bosh i mirë. E në traftarë dhe të zhajrë jeme me pikë, Allah i na ruajt. Do thot, edhe kanë shku me ndimu, plus ju ka vu njerëzit tjerë, thot se ka mundësi e ndrojnë me ndën edhe, të bojnë bela. Kjo kur nisët, para mendojnë jo vlezër çfarë musibeti muslimanve. 500 kilometra ka hec ushtria e tatarve në teritorin e Anadolit, Turkisë, që e konë teritori muslimanve. Dakord? Të na plus 500 kilometra në teritorin e Irakit, që e konë prap teritori muslimanve. Bedreddin Lulu, i cili e konë përgjeci i kësaj, dhe thot, paramendojni gjithë këto, a 1000 kilometre territor të hecje tër ushtria e tatarve me shku, me rëzu khalifetin e muslimanve edhe 1 therë mos me ju inkam, a është rëgjikshme. Vallaj çuditshme është. Do thotë kështu është kur muslimanët ja kthejnë shpinën njëri tjetrit, kur muslimanët të rraftojnë vllajën e vet. Do thotë kur ka afru vetëm 50 kilometra afër Bagdadit e kanë kuptuar halifja i muslimanëve që janë rrezik. Para më thonë, 950 kilometre, do thotë, nuk e din që atë ndodh. Tu ka afruë 950 kilometre ushtria të hecje, 200.000 vetëm me izolu Bagdadin. Edhe mos mi pa kërkush, mos me lajmëru kërkush, këto a dinim se ka ndodh. Ka ndodh 2 musibete. Një e para, shërbimi i khalifetit Abbasinve, do thotë ka konë gjumë, ose si kanë tërsu kërkuj se çka të ndodh për rreth. Si kur ti unë tala amanet një pjesë gjamis, to e s'ti intereson. Kur ta shoh që vjen ai mutevelia, mule me fshinje. Ose kur ta mule me shim dritat. Ose mule, veç kur të vjen ai përgjeci. Qetër për ndryshe rrafsh. Ose e merr punëtorin dyqan, thuaj kjo është puna, kjo me i radhit. Si ta shoh që vjen gaza, fillon lëvizën. A kupton? A di kurse punon diçka, lëviz najsen, përpiqet. E kjo që shështu njësoj. Ose ato janë kanë marrë rroga, po si ju ka interesu kur gjon. Vesh kur e sheti, kerae. Paramendojni e dita është, do thot tradhtijen që e kanë pas muslimanët për veti. Do thot që ja kanë bo për rreth. Si i Halepit, si i Damaskit, si i Mosulit, si i Anadolit, do thot si cili ka pas ushtrinë e vet, si cili ka pas teritorin e vet, por është kon razitjet e Meka, me tatarin, me mongolt. Derisa Bedreddin Lulu, paramendojni emiri i Mosulit, më vënë Allah, emiri i Mosulit paramendoj edhe ura ju kanë ndresh tatarve 80 vjet do 100. Paramendoj, të ne që shto të gjuhë e poplit një kombivar, një ndërvar. Do thot momentit e të vdeç, të shkojsh të Allahu subhanahu wa ta'ala, të shkojsh faqezi, të shkojsh tradhtar të Allahu, por normal, kur njeriu vendos të jetojë qashtu, çdo sent është e lehtë dhe sicili arseton. Gjendja e khalifës në Bagdad ishte normal të merr kur e pa situatën. Gjendja e khalifës si person nuk u koni keq. Ka xhiru, ka bajt namaz, u ka kujdes për xhallar, ju kanë ndihmu fukarave, ju kanë ndihmu jetimave. O kon kështu si personalitet
i mirë, por problemi rrethonën që ka pas për rreth se ka pas të mirë. Këshilltarët për rreth si ka pas të mirë. Dhe gjatë kësaj periudhe, para mendoni, Bagdadi në atë zaman thoi 3 milion popull ka pas. 3 milion popull, 120.000 kalorë sa ushtarë, mos me nxerr. Mos me pas mundësi ti përgatitesh, kjo e çuditshme është. E dy mos me pas kush me dal, me thon, ka dalë ku jeni o burr. Problemi është se gjatë kësaj periudhe nuk ju ka interesu çështja e mbrojtjes, Ministrisë mbrojtjes, si thënë sot, në këtë temën, apo të luftës. Nuk e kanë pas atë derdhvela, nuk u ka bo ai mohabet. Do të thonë, nuk është në popull, në ligjërata, krejt kush janë kanë, nuk e kanë motivu popullin që të jenë gjendje gatishmërie për me rujt imanin e vet dhe tokën e vet. Njerëzit ushtri s'kan bo, njerëzit ushtrime s'kan bo, njerëzit e kanë harrue metodën e luftës, njerëzit janë harrue. Këtoj si ka shku mendja, mi thonë, ka dalë mëra? Teri sa do të thotë, në këtë gjendje vjen, që jo se ju ka mungu parja, jo se ju kanë mungu njerëzit, edhe pare ka pas khalifeti Abbasinve, edhe njerëzit ka pas, edhe territor ka pas, por urdhër s'ka pas. Do thotë, s'ju ka interesu kjo pikë, hiq, as pak. Po mirë, gjendja e qeverisë, si ka konë, kjo është khalifës. E qeveritarve rreth, do thotë, parlamenti i Abbasinëve, që shëkonë, thuj, me një fjalë parlament e gjojna. Edhe këto janë konë, thuj, se njësoj. Si cili ka mendu që është lojë qetrit, si cili ka mendu të aborë një tokë, si cili ka mendu të abojë një shpi, si cili ka mendu të abojë të kete një robreshe, edhe pse ka pas halal, si cili është mundu si të bën pare, edhe sa territor të mare. Më e çuditshme se kryeministri o kronë tradhtari ki këtë këtinve. Pse se ki u kon shija, nuk u kon suni. Ki vetëm ka punu në këtë drejtim, që ta dopsoje se kam pas gjelozi i natë ndaj ehlu sunnetit dhe xhamatit shijat, alevit. Do thot, edhe i vetëm ka punu në këtë, çdo herë që ka dopsu një qeveritare se ka bo për vetin, e ka shku në favorin ati. As pak, por populata, çfarë gjendje ka konë? Populata konë e çuditshme. Se populata në atë periudhë, janë konë që kanë falë namaz, kanë lexuar Kur'an, por janë dhënë bas dunjojës. Kulmin e islamit e kanë harrue. Kur s'u ka shku mendja që nesër mundën tatar, apo kryqëzatat ta sulmojnë, edhe populli nuk kanë gjendje gatishmërie me uqu, me mbrojt mallin e vet dhe me vdek shahid për hir të Allahut. Dhe momentin kur e kanë pa tatarët, ato janë ndërzue. Se s'ka. Ulemon, jo. Burrat, jo. Trit, jo. Ato që urdhrojnë të mirë ndarjen të keqe, s'janë prezent. Mujahidat, s'janë ati. Ato të cilët pretendojnë premësime, ruajtjen e vendit, territorit, ata s'janë askund. Do thot, kjo kon gjendja e Bagdadit prej mrena. Kurse gjendja prej jashtë, 200.000 ushtarë për rreth e kanë rrethiku. Pritin momentin, kohët nisin me bo masakër. A kuptuat kur njerëzit, kur udhëheci nuk e lun rolin e vetë, krijetari i shtetit, si thot ministrit mbrojtjes, ushtrin ta vesh nivelin e parë. Kufin këtë sigurohen, carinat këtë kontrollohen, armë, drogë, kurva, çka t'hin, do të këtë gjendje gatishmëria, apo? Tjetër, pastaj qeveritarëve shet, ty rishfet, ti ka e morë këtë tokë, ka e bone këtë kerë, si e bone këtë kerë. Minjarë, ajde, ose dëshmi, ose pika. Pa tash krijetarin e Siris, Ahmed Shara. Njerëz që në anku se njerëz kanë bo keratri, trapi kam ledh. Ose çelësat dërzojnë qëtu, ose dëshmi pika i morët parat. A morët vesht? E nesër ai tjetër zguxon me bona i gabim. Ti mush me bo me dia, po pa ve dia, mush me ran gabim. A mund dikush ti çelësit, dvet disan, ti biznis me bo halal e ke. A mund me marr gjersën që tërkuj se ke halal. Dhe do thot gjendja e popullit është shkon në këtë mënyrë. Në momenti kur kanë ardhur, tatarët këto mos kanë pas ku shkojnë kërkundi. Pse se janë dopsu mo ka up vullneti, ushtrin këtë për rreth e shë. Hola ko qonë, ndërmjetësim tash delegacion se si po ja bajmë. Ti e izolum, i rrëthum tash një prej dijave.
Ibn Alqamiu, kryeministri, i thot khalifës, ma mirë, alternativa, ma e mirë, se meron, dakord, me pajtim, pa bela, pa telash e nuk kejna. A këduat? Njerin e keq? Thot mënira është ma i mirë, thot. Edhe të dolna me pak dam, edhe tatarët jenë të mirë, edhe nuk u keq. Se i mledh dhe minjerë bordin, thot, ka përbajmë telashe. Vesh dy bura prej ministrave të vetë që onë thot pa tjetër me shpall gjendjen të lufte, gjendel gjihadit. 2 persona vetëm, priket qeveris. Shtej, Ibn Alqamiu thot me paqe, apo? Me bisedime. Këto 2 personat, do thot që në quë Mujahideddin Ebek edhe Sulejman Shahi, thonë jo, vetëm luft. Shte khalifja i këshirë këto 2 ministrat, e këshirë Ibn Alqamiu në këtë shijan. Ki thot, vallaj është me paqe ma mirë na del. Këto qërë thonë, vallaj s'ka paqe këtu. Alametet si në alametet e paqes, nuk jenë alametet e bisedimeve. Dëshira e khalifës, dëshira, donë me Alqamiun, se thot paqe. A më në mendja e ti, logika e ti, është me këto 2 komandantat, me këto 2 ministrat që thonë, gjendje luftet ta shpallmi. E di ta lëvizme a poplin për gjihad, për ndryshe shkuam. Me gjithat, Allah e zar, bindën me ron bisedime. E bind Ibn Alqamiu që pa tjetër neje të bina në bisedime. Pse? Se kur e shohën se ka krejt anët, në realitet, këto 2 komandantat, 2 ministrat, i mledhen ushtarët e vetë, sa kanë pas dhe dalen jashtë Kalas të Bagdadit, dalen në Anbar. Anbarin e sot në Anbar është një luftë ku ka ndodhur në lufta e Khalid bin Walidit. A mos është Khalid bin Walidi? A s'është shtria e Khalid bin Walidit? Në atë luftë shkrihen, çka janë? I çbin tatart. Ki mujahidi, ki komandanti, hikën dhe kthehet në brenda në Kala dhe shohin që është problemi shumë serioz, nuk u loj. Ibn Alqamiu, kishia i thot khalifës, atë thash që është mirë me bisedime. Duhet bisedojmë. E thot mirë, e çish bëja bëjmë? Thot shko bisedo me Holakon, çish t'ja bëjmë? A dini sa vetë shkojnë delegacion? Kush e di? Me Holakon. A dini dhe njoni? Vesh 2 vetë. A dini çfarë feje kanë pas të di? Njoni ka konë krishter, tjetri ka konë Ibn Alqamiu shia. A kuptuat? Shkojnë me Holakon, ato i ndreqin marrëveshje ndërmes veti, aknena vajnë të khalifja, çështu kina fol, çështu kina fol. Ti rri rahat, a kupton? Kur të rri rahat? Sa basje. Njoni krishter, njoni shia. I ndreqin, do thot kontratën, ju premton që ju dhe jeni në bordin e qeverisë time, Holako. Si t'ju të ndihmoni të arzoj khalifetin e Abbasinëve, atër ju dhe jeni në kokë të shtetit. Në rregull, ato i morën premtimet, edhe kthehet me kushte. Çfarë kushte? Mungojni mend taçë. Kushti i parë thot është lufta do ta ndalna me paqe të isos na punët. Kështu thot Holako. E ditën çikën tim me Holako thot, do ta martojmë për gjalin e khalifës për muslimanët. Kjo është e pamundshme. Këtë gjakin e muslimanëve ato kanë derë, është dhëndër po e bëj Holakon, gjalin e Holakës po e bëj dhëndër. A është logjikshme? Ka paqare, nëse do, këto kushte i vetë ka. E treta, khalifja dërien pas se na duhet. Pse? Se ki do ape urdhna, di të popull më suçoheni, i nejna mirë, kina bë marrëveshje, mashallah mirë kina punët, i në të shkuka e mira, a kuptuat? Kështë të shejtone jenë konë. E katërta, nëse ju i qelni derë të Kalas, Bagdatit, jeni të sigurt, si u prej kërkush. Por një kusht të kina para kësaj, thot që ato 2 ministrat që i kanë nxit popullin për xhihad, që i kanë dalë qenë në bar, ato 2 du të mi dërzojni. Tu di. Kokat e tire du të me mi dërzue. Sa ato prap ka mundësi lëvizin. E para do thot ene Mujahideddin Begin, po ene Sulejman Shahin. Thot to pa tjetër, ene çdo njoni që ja rrok mendja që mund bëj zhurmën, ato du të mi dërzojni. Tjetra, thot kalat du t'i prishni, hendejakat do t'i mbushni me dhe, edhe armët do t'i dërzojni. Po tjetër, Holako, çka do? Thot edhe ju dhe jeni nën komandën e shtetit tonë, ne do që mbikqirni. Ju dhe rini si shtet, ama ne dhe... Unë kur thom me një kam, ti me një kam.
Kur thom ti me dikom të rish, me dikom. Kur thom çau, ti të çosh. Kur thom ulu. Dakor? Do të këto kushtet janë që ja ka lip kush? Holako dhe vjen edhe Kishkavi, krishtjeri i Irakit, edhe Ibn Alqamiu Shia, a kupton? Tu di armisht Allahut dhe vin me këto kushtet dhe i thonë shumë mirë na ka prit. Është njeri mirë, na ka premtu që s'ban kur nisan. A këto vetëm se e kanë drejt kontratën. Kurse ministrat që u ka lakmu dunjoja, ato i thonë valla është mirë o khalife, pranoje se ma mirë se me pa që s'ka. Njerëzit për rezistencë nuk ka, ju ka vullneti. Kështu është kur njerëzit e harojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Normal, tenton khalifja ta zgaqe pak punën, si të shohë çish do të rredhin punë, po holakos pret. Fillon me gjujt me zjarr, me çka kanë pas mundësi në atë zaman, dhe derisa rënojnë në pjesë të murrit dhe hinë brenda afër. 4 ditë pa ndalë ato sulmojnë. Para mendo, gratë në atë vendin ku kanë kont khalifës, kanë kont të lytë qëqek të këcije. Shigjeta vjen pin dalap, e vret. Do thot para mendo, ti ushtria të ka rrëthu për rreth, ti hala, ke qef të rish me qika të reja, ke qef të knaqësh, do të hash baklav, do të hash trileqe, do të pish espresso, hala? Po s'mundët. Nuk ka fitore këtu. Nëse ti e në gjendje të vështirë, edhe të nëton barki ti po shqef, epshi ti po shqef, ati s'ka fitore ati. Ati ka fitore kush qëndron, kush ri si burr. Dhe në këtë moment e shohën që këto mos ka rrugë dalje tjetër dhe thonë patjetër dalëm në bisedime. Çfarë bisedime? I thot holako të mvish me këtë bordin e shtetit. Me kryetë ministër, me zavendës ministër, me ministra, me hoxhallar, me njerëzit mençët, me ekonomista, me kretë. 700 vetë, dhe khalifja me 700 vetë. Ku të shkojnë? Dë shkojnë me taku holakon. Kur britë çadra holakos, dalën ato njësia bordi, garda që e mbrojnë mbretin, udhëhecin, ku shkojnë ju? Hajde mbrapa. Veç 17 vetë dë hinë të holakot do takuhën. Qerët ju do kontrolloni, se mos keni një armë me veti, e bëni një dam. Ato këti marrën i bëjnë salat. A kuptuat? Kënena bisedime, a ato tjertë 700 vetë. Veç 17 i kanon me hije. Ulema, fukaha, ministra, që ka pas krejt? Asë jo se lon gjallë. Pastaj fillon holako tja që t'jep urna khalifës. E të të para, ti kemë urdhur këtë poplin armët i dërzojnë. E dyta, është lidh me zinxhir edhe të në kalzosh pasurin, arin dhe argjendin ku e keni fqe. E treta, e gjojnë gjallin e ti Ahmedin Abdurrahmanit parasive ja prejnë në para poplit. E qesën khalifën, popli për para, tak kokën e digjenve të khalifës, ajde. Tjetra, 3 motrat, Fatimën, Mërjemën, Khatijën, ja marin, robresha, i marin me veti mushtrin, dhe Ibn Alqamiu të Shijës, mbajni men, tradhtarët munafikat janë shumë flisht. Ibn Alqamiu si thojnë tash ti, dhe i regjistrojsh emrat e ulemave të ehlu sunnetit. Emrat, një list, një regjist, e në emrat hoxhallarëve të ehlu sunnetit. 1. Ulemave, 2. Mësuesve të Kuranit hafizat, 3. Khatibave, ligjeruese që në kejt. Në list, edhe kejt keni mi pru me gra, me fmi, me që kanë. I kanë marrë, i kanë qitë jashtë qytetit, të varez dhe i kanë prej krejt, kanjo. Që më skete alim, djetari e lësunetit, që mund televizja mëstaj umetin, të ngrenjë umetin. Kja është realiteti. Këto ka ndodhë në histori, këto janë të vërteta. Për këtë historia përsëritet. Allah subhanahu wa taala thot se tadhkuruna ma aqulu lakum, do t'ju beren mend juve çka ju thamune. Allah thot Kur'an, do t'ju beren mend çka ju tham. Po njerëzit harrojnë. Njerëzit harrojnë. Në këtë mënyrë, pastaj pas që ndodh kjo, stabilizohen, thot tash keni të drejtën, çka dojni bojni ushtrisë. Holako, çka dojni, do thot çka dojni? Çka shifni? Nisin donat, çka bëjnë me gra, me fëmijë, me burra, me mall, rraf shkret. 40 ditë pa ndërprej kanë prej. Derisa tregon një rast për 40 fëmijë që i kanë gjetë që panon pa bab, e në ato 40 fëmijë i kanë prej. Si kanë lënë.
Do thot kjo është ajo realiteti. A khalifja ku është? Khalifja këtë sheket gjendjen. A di sa keq me pa baba e vlad do t'ju baza? A dini sa rënd është? Të t'i reje dikush ti të thonë të këshiri që tu. Që ketë kjo ndodhën parasive të khalifeve. Valë, qëfar gjendje dhe jetë? Për normal që ka do të jale i të një mytë tu kable hadha o kun të nësë janë mënsia. Do të asi kurse të vdesha une dhe të isha e haruar. E dini Merjemin kër i ka Gjibrili? Kër e ka frin që i ka mbet 7 zonë? Me Isajnë a.s. Ajo është mërzit shumë. Dhe ka thonë, si kurse të isha e vdekur e haruar. Se dia mund të bëj sabër njerëzit kur do më akuzojnë, kur do foli njerëzit. Ti para do t'i ishe. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot, wa ma aghna anni maliya. Nuk më ka sjell dobi mu pasuria ime. Hele ka anni sultani, është katru fuqia ime, pozita ime. Pasurin që e patën, ku ke? Forcën që e patë, ku e lave? Do të as forca, as pasuria si ka sjell dobi. Pse? Se nuk janë përgadit për një ditë si kjo. A i kini po callë, pëse së shkojnë shkollë? Ha? Kush më të kalëzon? Fëmin, pëse nuk shkojnë shkollë? Kur së më shkojnë atë ditë hitë si u shkollët? Ja ju edhe më dhamë, ja ju edhe më barkë, ja ju edhe më kama. Kur kanë menohet ta me u vetë, i delbe një smunje, subhon Allah, edhi. Ose sajt, ju gjegë, ndohë diçka, a koptan. Edhe njerëzit, është një që shto. Kur s'ka arsije, kur nuk përgaditet, të na as shkollë si shkot, as punë. Edhe ti, kur këto nuk jënë përgadit, kur ju ka ardhë gjendja, atër kanë ra në këtë gjende. Ti në këtë moment ti thë rabbi irgjiun, sigur me laqa e vdekës kër t'i ve njeri që të njeri o zotë më këthe mu, a më në Allah nuk këthen. S'ka mundësi, nuk kthehet. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur hadithi nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, që ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam idha tabaya'tum bil ina, nëse kapni, nëse ju punoni me kamat. Nëse punoni me kamat, lloji kamatës është. Nëse kapni ju punoni me kamat, wa akhadhtum bi adhnab al-baqar, dhe kapni mbas bishtave të lopëve. Do thotë mbas bishtave të lopëve, wa raditum bi zar' dhe jeni të kënaqur me kopshtet e juve, me arat e juve. Kjo do thot kur ndodhje koha e luftës, koha e xhihadit dhe ju kapni për lopët, për kënaqësitë, për blegtorin, kapni ju për qefet e kësaj dynjaje, atëherë Allahu subhanahu wa taala ka më jaçuar një armik, a kupton? Dhe lini ju xhihadin rrugt të Allahut, Allah thotë ja çon një armik i cili ka më ju nënçmu juve, nuk ju heket kjo nënçmim derisa të ktheheni te dini Allah subhanahu wa taala. Kamata po. Këtë lojt e kamat, kjo një loj, këtë lojt e kamatës. Knatësit po. Apo? Qefet po. Qa e këtë, o Allah e kam ble një të shenë hoshta, 5.000 euro. 300 euro javët jap me hangër. O, punë të modhe, mashallah, në Xhennetul Firdaus kemi shkue. Para më ndo, dikush vdes për 10 euro, ki 300 euro të sheni në hishien, në mujtë. Mashallah. Aj tjetër një sen tjetër, aj tjetër një sen tjetër. Aj do të thotë senet të cilët s'kanë bajnë. Edhe të këto që shtu ka konë. Njën që ka ndodhë, për këtë arsye ka ardhur umetin këtë gjendje. Se s'ka mundësi të jetë umeti gjithnam kjo umet 3 milion njerëzi mos me pas një njeri muqu. Çka ndodh me khalifën? Me khalifën e muslimanëve mbasi ndodh krejt kjo, e marrën në shtin me një thes. Jo me vra. Se me vra dikant është burnoj. Po ti dosh të trije ti që ta vrash burnoj. Ja, e kanë shtin thes me shkelma tu i mshu e kanë mit. Të e shut me shkelma. Me nënçmu krejt. Pasi morën khalifja, Ibn al-Qamiun e merr Holaku të tashje shefi këtoj vendit. Atë shijen që thash, e ve përgjithës i vendit, ja pozitën, pa i se në gëzon shumë se ja kam prish zhivcat. Ja kam prish me ndjemalsin. Holaku se ka tekuat pasi e ka bo përgjithës. Po me ushtarët ma thjesht kanë shku, kanë marrë ushtarët e thjesht, kanë bëhaj gare me to. A di shka të thotë ta konsiderojsh veten tonë ministër i madh, ose kryeministër shem. Po kryeministër, njëri më i madh i shtetit, edhe thotë shko me atë portierin miru vesht. Kjo të vret për zgjalli. Ibn al-Qamir kështu ja kanë bëhë. Ja ka bo Holako. Me ushtarët ma thjesht e kalon mu taku, me atë që si ka orë rendit takohet. Pas toj nuk i shkon gatë vdeski, e merë djallin e ti. Dardha, ndërdardh. Trastar baba, trastar biri. Njësoj, që shtu shkon.
edhe gjalin e Ibn al-Qamiut, e ven prap pozit, pa e se gzanaj për 1 vjet edhe ndron jetë, dhe në këtë mënyrë do thot nuk shputon askush përveç Ibn al-Qamiut dhe grupi i krishterëve që kanë qenë në Bagdad. Pse? Pse krishterët që vranë në Bagdad? Shkijet, sa kanë po kontratë ato ma herët, a thanë, ka shku një krishter edhe tjetri shia, a kuptan? Sa të kanë mo, ka dhe mësi prek të mint, qërët musliman ka plot, ato bojnë ka 78 galje madhe, a kuptan, ato vrojni, punë e madhe. 3 gërdia më të mëdhoja që i kanë bëhen. Një, e para, derdhja e gjakut të tatartë në Bagdad. E dyta, marrja e librave, krejt që kanë konë 600 vjetë punime, marrën i gjuj në lumin Tigër. Do thot që me miliona libra, tiri sa transmetuesit thojnë, aq libra që kanë marrë, kanë gjujt tatartë në lumin Tigër, me kali kanë hecë pima tonë këtan, nuk ka shafu kali. Kuptuat sa libra ka pas? Do këtë librat i kanë shti në ujtë, tëri sa ka ndruhe lumi në gjirën prej bojës të librave. Dhe s'ju ka interesu as pak tatarve, do thot, a vetëm tatarët e kanë bo me librat? Jo. E kanë bo edhe në kryqëzatat në Kurtuba. E kanë bo njësoj edhe në Garnata. E kanë bo njësoj edhe në Liban. Në çdo vend ku kanë hije, do thot, ku kanë hije jo muslimant, librat i kanë djek. Tiri sa 3 milion libra në Trablus i kanë marë, i kanë djek. Në Bagdad kanë konë më shumë se 4 libra. Se leximorja e Bagdadit të konë më e madhe se gjithë këto tjerat. Përveç në vitin, në shekullin 17, në shekullin 17, i kanë vjedh librat. Krishterët i kanë çuar në Evropë. Do të thonë, kur kanë hije ushtrit tjera, jo islame, në vend të muslimanëve, 3 krime kanë bë. Ja i kanë gjek librat, ja i kanë shtije në ujë, ja i kanë vjedh. E në shekullin e 17 i kanë vjedh librat, i kanë marrë. I kanë çuar në Evropë dhe kanë bë hulumtime tonë me ato librat. A kurse tatarët budallë janë kanë? Edhe ato tjerë që i kanë djek ma herët kryqëzatat, e në ato budallë janë kanë, këto që kanë ardhur ma voën pa krishterët, kanë thonë, ka dalë morë t'i shfrytëzojmë këto libra, pele që ka mrejna. Edhe kanë fillu krejt, prej ati pastaj i kanë marrë kom të civilizimit. E besimtari muslimani do t'jeti kujdesshëm. Se tash për shembull çka duan me të bë? Tash janë që ta marrin, ta prishin dinin, ta prishin diturin dhe ta prishin moralin. Kjo është lufta tash. S'ka mund me shtin libër në qimet. Së shkon e boton një tjetër, ja. Ta prish fejen, na kalon këtë me disha me njisha, a i keni po, katastrofë. Edhe mos i më dhanë si dopt. E prish vet, merë diplom, merë atë, merë ki. Para me ndo njoni më tregon, ka shku me blet diplomën që shbajnë, edhe. Ja ka rokë mendja me morë diplom, ti je salë të përimit, la ila ila Allah. E sa kena që shsoj. Allah, unë s'po foli nivel t'izullum, po thonë përgjithsi. E kjo është që ne do të kujdesmi, pse ndrohen sistemet e librave? Pse ndrohet sistemi i mësimeve? Që kjo është. Se kur do të lënë ti pa dituri, kur do të lënë ti pa moral, kur do të lënë ti pa din, të na rafsh është. Dhe do thot pastaj kanë dje këtë Bagdadin edhe nuk kanë lënë asnjë send dhe normal njeriu kur largohet prej dinit Allahut, prej parimeve fetare, kur të kapësh për sende të cilat nuk ka porositë Allahut, të kapësh shkatrohesh. Khalifja u ka kap mbas dunjës, a mbet gjallë? U shkatrua. Ministri u kap mbas dunjës, dhe zbohet khalife mbas ato, a mbet gjallë? Jo, valla shkoj. Djali i tij? Jo. Ministrat që deshen ato me bon paqe? Jo. Do thot, kush kapët populli që u kap mbas dunjës, a shpëtoj? Jo. Për këtë arsye, kush të kapët mbas dunjës dhe e ka një jetin të dunjoja, vallahi ka me shkatrua, nuk të më shiron. Se khalifja ka shkoj. Ibn al-Qamiu shkoj, ministri shkoj. Popullata u kapën mbas dunjës, shkuën, nuk mbet askush. Kjo është zakoni i Allahut në tokë. E duhet të dim ne qëllimi jonë kush. Si ishte gjendja Umejetit kur e panë që shkoj Bagdati, s'ka khalife, thanë sa gllom ka me ardh Mehdiu tash edhe ka me zri Hazreti Isa. Jo vallahi.
kjo herët 1200 në satën nuk kanë kjo ndodhi. Hala nuk ka zrip as kart me dio, as Isa alayhis salam as kart. Ata kanë mendu sa glam tashmo kiameti ne do t'i dëbohet. Jo valla s'ka bo kiameti. Po për këtë arsye njeriu duhet të dalët të mediton se nëse largohesh prej parimeve fetare dhe çështu të gjen. E tash, pasi mbaroj krejt kjo, shkoj Bagdadi. Tatart, a kon stacioni i fundit i Bagdadit ta nejna sprejekmi. Një. Apo, kanë nëj plan B tash tatart, ka cëlla unë do të kthehen ata, edhe si dhe jete kundër përgjigje e muslimanëve. Inshallah, si t'jemi gjallë, e vazhdojmë inshallah. Allah i na ruajt. Allah thot, dhe t'ju bjerë mentat që ja u thamë. Kështu që historia përsëritet. Allah ju ruajt. Selamu alaikum.